Sa po dha lajmi se në Big Brother do ketë dasëm, pra do ketë fez, do martohet Gjesti me Eglin dhe bashkë me lajmin vërshun pyetje, shumë dyshime, ç'ne po bëhet kjo dasëm, pse do bëhet kjo dasëm kur Gjesti ka thënë se du, mos është duke u bërë dasma vetëm për Eglin, meqense ajo ka thënë e du, e kështu me radhë. Unë nuk kam një përgjigje për këtë se s'jam në zemrën e askujt, po ç'rëndësi ka kjo? Rëndësi ka që atje do bëhet një atmosferë festive, një atmosferë ndryshe nga këto ditë që jemi mësuar të shohim pak e ngarkuar me negativitet deri diku. Mendoj që do ja kalojmë mirë. Por komenti im për dasmat me Big Brother e kam dhënë, për shembull kam dhënë një koment kur u martu Jozi me Loredanën, që kam thënë dasma është gracka në Big Brother për të parë se si dy personazhe do e vazhdojnë këtë gjën pas dasmës. Sigurisht nuk është një dasëm zyrtare nga këto me familje, me bashki e kështu me radhë, por është një dasëm simbolike, por që pastaj tregon shumë për dy persona dhe sjelljen me njëri tjetrin, siç treguan edhe për ata të dy. Siç kanë treguar dhe për çifte të ndryshme në historinë e Big Brotherit, që deri tani vetëm një ka përfunduar në familje pra mbrapa. Kështu që atmosfera do jetë interesante, por nga ana tjetër unë mendoj që është edhe një lloj gracke, sepse neve tash do shohim si me lup se si do vazhdojë marrëdhënia e këtyre të dyve pas dasmës. Për Eglin është diçka më e mirë, për Gjestin është një hap që jo dhe fort ashtu siç duhet.